pyetjen, po ashtu në ekran, a do të përgjigjet, a do të sulmoj Izraeli Iranin me bombë bërthamore? Kulla mi mbrëma. Mi mbrëma qani. Kulla, kënaqësi që të kam në lidhje direkte sonte, se nuk do të është Shqipëri. Para se të fillojmë, Kulla, unë do desha të di, a mund të na thuar se ku ndodhesh? Se nga pame që kemë brapa... Ndodhem jashtë. A? Si? Ndodhem jashtë. Jashtë e mora vesh, po ku? Po s'ka rëndësi. Dakor? Nga perte që kemë brapa, Kulla, duke se ku jeni një vend islamik. Po, ti gjithmonë paragjykon qani. Mos harroj që besimet monoteiste janë gjitha kushira me njëra tjetrën, edhe Jezu Krishti nuk ka qenë as me flok të verdh dhe as me sy blu. Pra këto perte t'i thua mund t'i gjesh edhe në këto qytërimet perëndimore, apo jo? Jo vetëm lindore. Po mirë më të që unë të them atë nga pikpamja historike, pastaj secili nxjerr përfundimin vet. Nuk na i thua se ku je? Jam jashtë tani, kjo është përëndësi. Qartë. Po t'isha në Shqipëri dhe isha në studio siç kam qenë gjithmonë. Po sigurisht. Dhe sigurisht që ne në këtë emision nuk mund ta linim pa Ilir Kullën, zonja zotëri. Jo jashtë jetë Kulla, po dhe në fund botës, prapë do ishte sonte live me ne, falenderoj jashtëmase. Kulla, duhet thënë, i cili është shumë i kërkuar në këto momente edhe nga televizionet ashtë gjyqtare kombëtare, por që sigurisht ai zgjedh gjithmonë zonë e lirë dhe mikun e tij Arjan Çanit të mos e lej vetëm. Falenderoj shumë, Kulla. Nuk duhet të jap më shumë detaje, sepse po fillova të jap detaje, do më lëshohet goja dhe ti e di, po më lëshua goja mua, jam shumë i ndyrë. Për ata që të ftojnë sigurisht. Kulla, nuk e dia e shef e krajin apo jo? Po sigurisht. Eno në ka ndihmuar me një aplikacion ku kemi live Tel Avivin, Teherani, nuk e di kush tjetër let jo, ja ku është me të madhe këtu. Tel Aviv, Teheran, jugu Izraelit, kemi dhe Gazën. Në fakt, sulmet Jeruzalem, në Izrael janë në veri të Izraelit. Sulmet janë në veri të Izraelit? Po, edhe janë të drejtuar nga zona e Isfahanit në Iran drejt Izraelit, dhe mbazit e Izraeli ka bombarduar veriun e Teheranit në mënyrë të fortë. Le të futemi detaje, Kulla. Unë kam bërë një pyetje këtu poshtë ekranit. Sigurisht. Kam bërë një pyetje poshtë ekranit që ti mund ta shterosh nga disa këndvështrime të tua, sigurisht, dhe nga informacione që ti ke. G7 u bë në Kanada, Trumpi iku para të gjithëve, gjatë rrugës për në Amerikë, pasi u bëjnë deklarat ku të gjithë mbështesin Izraelin dhe mosprekjen e shtetit Izraelit. Trumpi ironizoi me Macronin duke thënë, Macroni kishte thënë që Trumpi po ikën për të bërë paqe midis Izraelit dhe edhe Iranit, ndërkohë që Trumpi u përgjigj, e ke gabim, ti s'ke kuptuar asnjëherë asgjë, thotë Macronit, sepse unë thotë ti nuk e di fare për çka kam ikur, thotë, po sigurisht s'kam ikur për këtë që thua ti. Por një gjë shumë të rëndësishme se kaq, po ti je gjithmonë i keq kuptuar, i thotë. Një deklaratë që Trumpi ja. Sigurisht presidenti Trump ka patur të drejtë në atë që ka thënë. Pasi ngjarjet janë duke u zhvilluar nga ora në orë, tashmë jo më nga dita në ditë, me një ritëm shpejt dhe kanë dalë jashtë kontrollit, kështu që agenda e presidentit Macron është shumë larg atij realitetit për cilin palët po flasin dhe me cilët palët po merren. Ngjarja, nëse kthehemi me pak memorie para 5 ditë më para, na imponon të gjithëve të kujtojmë faktin që u duk vetëm si një sulm në ditën e parë nga ana e Izraelit ndaj kryeqytetit dhe disa bazave në Teheran, ndërkohë gjëja ka është shumë e komplikuar edhe shumë e kompleksuar. Dhe në këto pak ditë edhe në Izrael ka patur shumë dëme dhe në Teheran ka pasur shumë dëme dhe këtu përjetohet me jetë njerëzish, por me shumë jetë njerëzish, por jemi akoma në fazën e nxemjes mes palëve. Ndërkohë duhet të jap disa informacione që njerëzit kuptojnë se çfarë po ndodh. Ushtrisë izraelite këto goditje, këto 5 ditë lufti kanë kushtuar gati 10 miliardë euro. Pra, është një shumë shumë e madhe dhe nëse kjo luftë do të vazhdojë, do duhet që ekonomia e Izraelit vetëm nuk e del dot një sforcë e tillë, do duhet që
jo vetëm Amerika, po dhe aleatë të tjerë t'i bashkangjitet dhe ta ndihmojnë Izraelin në këtë luftë. Ndërkohë që edhe nga ana e Iranit nuk do të mjaftonte dot Irani vetëm ekonomikisht për të përballur me këtë luftë, pasi vetëm kosto e një rakete balistike iraniane kushton 80 milion euro dhe duhet të llogarisim që vetëm në 3 ditët e fundit Irani ka goditur drejt Izraelit, pa llogaritur pastaj ato dronët dhe ato tjerët, ka gjuajtur drejt Izraelit rreth 2 miliardë euro raketa. Kështu që përfshirja e Amerikës me që ti e ke të pyetja, duam pyetja nuk të vazhdojmë se konflikti nuk përfundon 5 ditët e ardhshme, është e pashmangshme. Pyetja kulla është, a do sulmoj Izraeli me bombë bërthamore? Pastaj kam një pyetje tjetër për Amerikën. Atëre kur flasim për bombën bërthamore, çështja çfarë do sulmoj Izraeli me bombë bërthamore? Ja një sekond, të ta them unë. Sot disa analistë, kolegët e tu francez, që dëgjoja unë, thoshin, po të shikojnë të gjitha mënyrat, sepse Irani i ka strehuar në një thellësi shumë të madhe në tokë ato të uraniumit, dhe është shumë e vështirë, përveç atyre bombave që i kanë vetëm amerikanët, se Izraeli nuk i si quhen ku diun si quhen ato bombat e mëdha që vënë thellë. Dakor? Dhe po diskutoni, po thoshin që në qoftë se precipiton situata rënd, nuk është e pamundur që në qoftë se Irani vërtet është 3 pikë larg 90% të përgatitjes bombës bërthamore, se është shumë afër sipas asaj agjencisë ndërkombëtare të çështjeve nukleare, atëherë nuk është e pamundur të hidhet në tavolinë dhe opsioni një goditje taktike, pra një si quhen këto taktike bërthamore, pra jo nga këto të mëdha të fare, po thjesht në një mënyrë për ta bërë të pamundur hyrjen ose daljen në ato zona ku këta u përgatisin këtë të uraniumit. Nuk e sa i qartë jam kulla. Më lejo të t'jap shpjegimin. Nëse do të ndodhë një sulm i tillë, ky nuk do të ishte nga Izraeli, por vetëm nga SBA-ja. Sepse e vetmja raket që mund shkoj 200 metra nën tokë, atje ku i ka, dhe prap nuk është e sigurt, sepse iranianët që kur i kanë krijuar ato tunelet bërthamore, i kanë krijuar në mënyrë që t'i mbronin. Pikërisht pra. Do të ishte vetëm raketa Poseidon që kanë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë gjithsej rreth 40-50 copë, duke llogaritur që një raket Poseidon kushton $400-500 milion dhe ato mund të gjuhen vetëm nga nëndecet e bërthamore amerikane, të cilat ndodhen në këtë moment o në bazat amerikane në SBA ose në bazat amerikane në Oqeanin Paqësor, pra në drejtim të Kinës. Gjë që do të thotë fillimi i luftës botërore, sepse në bisedën e para 2 ditëve mes presidentit Trump dhe presidentit Putin, kjo gjë është qartësuar që nëse do të ketë një përdorim të armëve bërthamore, atëherë do të ketë një kundërpërdorim të armëve bërthamore, pasi hyn ajo që quhet deri tani pakti i detantës bërthamore dhe të përdorimit të armëve bërthamore. Kështu që edhe nëse Izraeli do të sulmojë me armë bërthamore, Izraeli nuk i ka raketat në atë aftësi dhe në atë cilësi që mund të dëmtojë sot programin bërthamor iranian. Atë e kanë vetëm SBA-t. Fakti është që në ditën e sotme Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur anijet e flotën e vet nga Paqësori dhe nga deti jugor i Kinës drejt Oqeanit Indian për ta drejtuar në Gjirin Persik, dhe që kanë lëvizur edhe një pjesë të aviacionit të rënd ushtarak nga kontinenti i Amerikano Verior drejt Evropës, apo dhe drejt Evropës juglindore, duke afruar dhe mesdheut duke afruar me Gjirin Persik. Por gjithsesi kjo gjë nuk do të ndodhte kurrë nëse nuk do kalonin paktën 1 javë, 2 javë ose 3 javë, sepse është e pamundur teknikisht që kjo gjë të ndodhë. Në anën tjetër, Izraeli nuk e se i ka limitet e pashterur, domethënë pa limit aftësitë e veta ushtarake. Izraeli ka impenjuar 200 avion ushtarak në ditët e fundit, nga cilët deri tani ka humbur 1 F-35 dhe 6 F-15, 4 nga cilët i ka humbur një bombardim që ka bërë
Irani në bazën erore të Negevit në jug të Izraelit dhe i duhen diku nga 600 deri 800 pilot në mënyrë permanente të cilët do të përdoren në fluturime dhe kostoja financiare e një lufte të tillë do të shkonte, nëse do të vazhdonte të paktën në 2-3 javët e ardhshme, do të shkonte rreth 1 miliard në ditë dollar flasim këtu. Pra kullat të ndërpres pak një sekond, që ta bëjmë bisedë. Di që është i ke vështirë sot të ndërpresim njëri tjetrin sepse ti je me lidhje kështu, nuk jemi në studio, po që ta kuptoj dhe unë, ta kuptoj dhe publiku. Me që jemi këtu, pra që sa është mundësia që Izraeli të lëshojnë një bombë bërthamore taktike në vendet së thuash delikate atje ku janë vërtet së thuash atje ku është vërtet industria nukleare iraniane. Tani, ti thua që këtë nuk do, edhe që se do ndodhes, do e bënte Izraeli, do e bënte Amerika. Nuk e kuptoj sepse, do më thënë, ku e bazon këtë tezë, që mund të futën Amerikanët të i blikojnë kaq shumë? Sepse raketat që të thash nuk i kanë izraelitët. Flasim për raketat izraelite janë hedhur edhe nëse do kishte një raket me armë bërthamore, nuk do të arrinte dot që të dëmtonte uzinat bërthamore të Iranit, të cilat ndodhen në disa pjesë të Iranit në përmale, dhe të thash që sot për sot ka vetëm një lloj arme që edhe kjo nuk është e sigurt që mund ta dëmtojë. Dhe ajo është një armë e cila është në kontrollin e Pentagonit dhe për autorizimin e këtyre armëve duhet jo vetëm vendimi i presidentit, por edhe i Senatit dhe i Kongresit Amerikan. Pra kulla që ta kuptoj mirë publiku. Sepse përdorimi i këtyre armëve do të thotë fillimi i luftës së tretë botërore. Një sekond, se do të pyes se pse ti je shtrin kaq të madhe. Që ta kuptoj mirë publiku, ti thua nuk do ketë goditje me armë bërthamore. Në të gjitha rastet thua ti, pra ti e përjashton. Jo, mund të ketë goditje me armë bërthamore, por atëherë do ishte goditje kundra civilëve, do ishte në qytet, në Teheran apo në qytete tjera. Që të godasësh, që të përdorësh armën bërthamore, duhet të dish për çfarë përdor armën bërthamore. Ta thash, ta thash. Izraeli armët bërthamore i ka pasur për mbrojtje, pra në programin politik dhe të sigurisë kombëtare të Izraelit, armët bërthamore janë për mbrojtje. Çështja është që marrëveshja 2018, ku doli presidenti Trump nga marrëveshja me Iranin për çështjen e zhvillimit të programit bërthamor, u prish pikërisht për programin raketor të Iranit. Dhe nëse sot Irani, ato 20.000 raketa të ndërtuara që ka, me të drejtë Izraeli thot, unë nuk mund t'i zë besë një fuqie që do të bëhet fuqi bërthamore që ka 20.000 raketa balistike dhe i drejtojnë në territorin tim, sepse është e vërtet kjo gjë, kemi parë dhe këto ditë që ata mund ta godasin në çdo moment, por edhe nëse nuk e godasin me armë bërthamore iraniane, mund ta godasin me armë kimike dhe me armë biologjike Izraelin. Kështu që kërcënimi ndaj Izraelit është kërcënim real. Çështja është që Izraeli ka gjitha kapacitetet teknologjike të aviacionit, ka edhe të gjitha kapacitetet teknologjike ushtarake për të bërë një luftë konvencionale me Iranin, por për të goditur ato centralet bërthamore, sot Izraeli nuk e ka mundësinë faktike që të godasë dhe të shkatrojë centralet bërthamore siç ka bërë dikur në kohën e Saddam Huseinit ose dikur në veri të Sirisë, sepse ato janë shumë thellë në tokë, siç e përmendët dhe ju përpara. Atëherë, këtu o Izraeli e merr dhe përdor armë bërthamore kundër civilëve dhe atëherë jemi në fillimin e luftës së tretë botërore, gjithë do këndojmë një muzikë tjetër pas asaj ngjarje, ose do të përfshihen amerikanët në një luftë të drejtë për drejtë, cilët do të duhet të nxjerrin e para një sforcë ekonomike të jashtëzakonshme dhe të përfshihen në luftë të drejtë për drejtë, gjë që do të çojë edhe në përfshirjen në luftë të aleatëve të tjerë që ka Irani, ndërkohë që rusët po e furnizojnë Iranin çdo ditë nga deti Kaspik me raketa edhe me avion, edhe me sisteme raketore mbrojtëse S-300 dhe S-400. Në anën tjetër kemi Kinën, sepse nëse thani që është vend i vogël e ka të pamundur përballjen ekonomike të një lufte gjatë, e njëjta gjë vlen edhe për Iranin. Kështu që nëse do të impenjohet në një luftë Afadelin ose edhe me aleatët e Izraelit, atëherë do duhet që këtë faturë financiare të Izraelit ta paguajë Kina, e cila është shumë e kënaqur që ta shohë
kundërshtarin e saj politik dhe ekonomik botror, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimin, të impenjuar në një luftë në lindjen e mesme, dhe do të shikonim edhe një herë atë që presidenti Trump donte të evitonte kur erdhi në pushtet, pra ai donte që ta çante BRICS-in në dy pjesë. Kjo e Trumpi dështoi dhe bota rindahet sërish në dy pjesë. Pjesët e BRICS-it dhe pro-BRICS-it, cila do të kthehet edhe në një aleancë ushtarake, dhe Perëndimi me ato që pam te G7, por nëse presidenti Trump vazhdon të tallë Macronin në këtë lloj forme, kjo tregon edhe se si është situata dhe brenda aleancës perëndimore. Por e thënë troç, sot Perëndimi pa fuqinë bërthamore, raketore dhe të aviacionit amerikan e ka të pamundur të përballet qoftë me Iranin, qoftë edhe me aleatët e Iranit. Kullam, një parantezë vogël para se rikthehemi tek pjesa ushtarake më intereson shumë, sepse ti me siguri ke informacione dhe mund të më thuash se çfarë është përdorur në këto 5 ditë luftë midis Iranit dhe Izraelit. Një parantezë vogël, një pyetje, po ndryshimi i regjimit, si duket Kulla, a është objektiv? Sepse Netanyahu ka thënë ne... Shiko, ndryshimi i regjimit, e para njerë ne kemi patur ndryshim e regjimit në luftrat e mëparshme, kemi patur Irakun, kemi patur Libin, sfundmi kemi dhe Sirin, edhe nuk e se ndryshimi i regjimit ka dhënë ka sjellë në regjim ose në situatë më të kënaqshme, apo Jemenin, do me thënë, çdo ndryshim regjimin e 20 vitet e fundit ka rezultuar 23 vitet e fundit, ka rezultuar tjetë keqe më keq se regjimet e përpara. Dhe fundit dhe Afganistanit, do me thënë që ata talibanët e para ishin të dobët, por këta tjerët janë edhe të fortë se kanë bërë një luftë 20 vjeçare. E para. E dyta është që nëse do të ketë një ndryshim regjimi, nuk bëhet fjalë këtu për rrëzimin e një plaku 86 vjeçar, siç është Ayatollah Khamenei dhe vendosjen e një Ayatollahu tjetër. Bëhet fjalë që ikin klerikët dhe vinë ushtarakët, cilët janë edhe më ekstremistë. Sepse duhet kemi parasysh që shteti i Iranit është një shtet që ka dy ushtri, ka gardën revolucionare, e cila është pjesë e shtetit në çdo pjesë të shtetit, domethënë, edhe ka ushtrinë, shërbimet sekrete. Irani nuk është një vend normal, është një, që të kuptojnë njerëzit Irani është një kështjell gjeografike e rrethuar nga male, dhe është i vetmi shtet i lindjes mesme që nuk ka ndryshuar kufij në 500 vitet e fundit. Ndaj ka qenë e pamundur për të marrë fizikisht me Iranin, kështu që e vetmja formë ndryshimit të pushtetit në Iran do të ishte një pajtimi i perëndimit, por edhe i rusëve dhe i kinezëve, që të ikin klerikët dhe të vinë ushtarakët. Por kjo nuk e se do të thotë që pastaj do kemi zgjedhje të lira në Iran, pasi zgjedhje bëhen në Iran edhe tani, ose do të ketë ndryshim të logjikës iraniane, ose do të ketë ulje të kërcënimit iranian në raport me pjesën tjetër të botës. Duhet të kuptojmë një gjë. Irani është ai që është, dhe shumë e vështirë që të ketë ngjarje të tilla si ajo e 79-s kur iku Shahu, edhe nëse kjo gjë do të ndodhe, nuk do të ndodhë kur do të, sepse Iranin e sulmon Izraeli, pasi ashtu si Bibi Netanyahu në Izrael në luftë me Iranin ka unifikuar gjithë faktorin politik në mbrojtje të Izraelit në luftë kundër Iranit, ashtu edhe në Iran është unifikuar gjithë faktori politik kundër Izraelit. Duhet thënë që 70% e popullsisë Iranit ka treguar në zgjedhjet e fundit që është kundër Ayatollahëve, por kjo luftë unifikon gjithë palët kundër Perëndimit dhe kundër Izraelit, dhe në fakt në vend që ta adoptosh regjimin e forcon. Kulla, a është ky kapitulli i dytë, si mendon, i luftës së ftohtë ku fuqitë e mëdha janë duke përplasur në Ukrainë, do përplasen në Iran, nesër në Taiwan, njësoj siç kanë bërë fuqitë e mëdha në shekullin e kaluar në Korenë dhe Vietnam? Jo, unë nuk mendoj që do ketë një luftë nuk do ketë një pushtim të Kinës në Taiwan. Kina është duke e sforcuar Perëndimin me ekonomi dhe duke përpiqet që ta fusë në luftë, pasi Kina është shef kërcënimin e asaj që po bën Trumpi me ekonominë, e shef në afatgjat dhe dëmtimin e vetes. Kina do të largojë idenë e një lufte në kufijtë e saj me Indisë edhe Pakistanin, një lufte bërthamore, dhe do ta kthejë sërish në gjirin persik ose në Evropë. Ndërkohë rusët edhe Kina kanë gjithë interesin që të heqin vëmendjen nga Ukraina, e cila ashtu kështu është një konflikt
i dështuar për paktën për Evropën, për pjesën perëndimore të Evropës, dhe kjo gjë do çonte botën në një luftë jo të ftohtë, por në një luftë botërore rajonale, ku rrezikon ajo që thua ti, që për herë të parë të përdoren armë bërthamore ose armë të tmerrshme, që cilat deri tani njerëzimi ka përdorur vetëm pas luftës së dytë botërore, qofshin edhe me rreze të kufizuar veprimi, por ajo që na ka treguar Irani ditët e fundit, që Irani mund të ketë raketa që t'i lëshoj në një vend që është shumë më i mbrojtur se çdo vend tjetër i botës, si Izraeli, dhe ato të shkojnë në objektive dhe të godasin dhe të krijojnë shkatrim të civile, të industri kimike ushtarake apo baza ushtarake, atëherë imagjinon nëse kjo gjë do të ndodhte larg qoftë, për shembull, do të çonë një raketë ose dy raketa në Manz ku ndodhet opozita iraniane, apo ku në objekte tjera nëse do kishte një zgjerim të luftës. Pikërisht pra, Kulla, në rajonin tonë, sa e rrezikuar, kuptojmë një gjë që Kulla, një sekond, sa e rrezikuar është Shqipëria? Kulla, një sekond, Kulla, një sekond. Sa e rrezikuar është Shqipëria? Të vim pak tani këtu te ky katundi. Sa e rrezikuar është Shqipëria, duke qenë se ka një 3000 mujahedin atje te City Parku. Dhe që ata janë kundërshtar të regjimit aktual në Teheran. Shiko, Arjan, pra, mund të ishim në një dëm kolateral, është pyetja? Nëse konflikti vazhdon dhe zgjerohet, Shqipëria është e kërcënuar drejt për drejt, nuk ka dyshim për këtë. Është. Ayatollah Khamenei e ka etiketuar vendin tonë dhe popullin tonë si një vend diabolik, në mbrojtje bashkë me Perëndimin që kërkon rrëzimin e regjimit dhe është bërë bashkë me Izraelin, rrëzimin e regjimit në Iran, dhe kjo është publike, nuk është se është një gjë sekrete. Çështja është nëse do të ketë një zgjerim të luftës, sepse duke llogaritur që Shqipëria është një vend antar i NATO-s, ajo do të thotë përfshirje e vendeve të NATO-s. Por nëse Amerika do ta sulmonte drejt për drejt Iranin, unë mendoj që të gjitha objektivat që ka Irani të mundshme që t'i mbërrijë me raketa, siç janë bazat amerikane ose britanike ose franceze në rajon, siç janë pra në Irak, në Yemen, në Katar, në Arabi Saudite, megjithëse unë nuk mendoj që Arabinë Saudite do ta përfshinin në një luftë të tillë, apo siç është Shqipëria, apo siç mund të jenë edhe objekte të tjera ushtarake, asnjë nga ne nuk është i përjashtuar nga një kërcënim real, sepse kjo do të thotë zgjerimi i luftës. Kulla, do bëjmë një pauzë, para se shkojmë te pauza, kam një gjë, më dëgjoj pak me vëmendje. Kjo që thua ti është shumë logjike, por ndërkohë ka dhe një antitezë, ka dhe një tezë që është kundër kësaj tezës tënde. Sot Irani, ajo që po ndodh në Iran, dhe këto nuk janë opinionet e mia, me çfarë po dëgjoj nga analistë shumë të huaj po flas, që janë që e njohin mirë situatën, njohin mirë rajonin e tjerë. Sot nuk ka asnjë vend, po flas si shtet, që të mos jetë i gëzuar, edhe pse në pamjen e parë duket të shqetësuar, e kupton? Qoftë Arabia Saudite me atë që po ndodh në Iran. Irani sot është vetëm, në kuptimin nuk ka shtete mike, po e të më thonjë za mike. Irani ka Kinën dhe ka Rusin. Një sekond, do vi atje, një sekond. Pyetja ime është kjo. E di pra, po pse mendon ti që në rast se situata eskalon në atë farfeje, sa që qoftë Izraeli, qoftë Amerikanët përfshihen direkt në një luftë kundër Iranit, pse mendon ti që Rusia dhe Kina do mini riskun përsipër të futeshin një luftë të drejt për drejt me Shtetet Bashkuara të Amerikës? A mendon që qëndron dhe kjo tezë apo jo? Sepse kalohet ai kufiri që ti përmende më përpara, që është kufiri i përdorimit të armëve bërthamore. Po flas në qoftë se amerikanët ndërhyjnë pa përdorur armë bërthamore, duke përdorur armë të tjera të forta që ata i kanë. Nëse amerikanët ndërhyjnë, amerikanët do ndërhyjnë që të çajnë tunelet dhe bunkeret ku ndodhen, dhe kjo nuk mund bëhet dot pa përdorimin e raketave strategjike, të cilat vetëm sot për sot i kanë vetëm dy shtete në botë, amerikanët dhe rusët. Kulla, çfarë interesash ka Kina në Iran? Nafta, gazi, portet, të treja bashkë? Kina ka në Iran një interes strategjik, do që të lidhë ekonominë kineze në mënyrë alternative nga ajo që ka sot me Rusinë,
nëpërmjet një gasjellsi dhe naftësjellsi me Iranin nga Afganistani. Edhe kjo gjë është bërë e mundur pas tërheqjes së perëndimit nga Afganistani në 2020-ën dhe sot Kina është shumë prezent në 2 vende, ekonomikisht dhe ushtarakisht, në Afganistan edhe në Pakistan, të cilët janë të dyja vende të lidhura drejt për drejt me kufirin me Iranin dhe janë të lidhura fort ekonomikisht dhe politikisht me Kinën. Pra kjo do thotë si një muaj më parë kemi folur për mundësinë e një krize të një lufte bërthamore të kontrolluar mes Pakistanit dhe Indisë, pikërisht për shkak të kësaj zone dhe në studio unë të kam shpjeguar atëherë që po punohet fort për destabilizimin e rajonit në mënyrë që të mos ndërtohet gasjellsi dhe naftësjellsi që lidh Iranin me Kinën. Në rregull, këtë që shpjegove, këtë që sapo the, kjo që sapo the ti, mua më çon të bëj pyetjen tjetër. Nëse Kina ka interes për gazin dhe për naftën apo jo? Të Iranit, që të hapë një rrugë, një korridor të ri. Kjo do të thotë detyrimisht, automatikisht, në një qevmbetje të papar të, po e përdor kështu tani në mënyrë simbolike, të Rusisë. Rusia nuk është se e do këtë gjë apo jo? Që Kina të ketë një tub tjetër. Rusia për Rusinë është shumë në rregull sepse Rusia në këtë moment Rusia e vëmendjen nga Ukraina dhe në anën tjetër Rusia e bën Kinën që të varet vetëm nga Rusia edhe me gaz dhe me naftë. Nuk e kuptove. Më tepër mos harroj që Rusia sot është fuqia numër 1 bërthamore në botë. Më keq kuptove. Rusia në këtë moment që ne flasim Rusia po e furnizon Iranin me avion të gjeneratës 5 dhe me raketat S-300 dhe S-400, sepse vetëm raketat S-400 mund të rrëzojnë F-35-ën që është rrëzuar sot nga iranianët kundër Izraelit. Duhet të llogarisim që Izraeli që është një vend i vogël ka 40 F-35-a dhe F-35 është një avion të cilët 40 mjaftojnë për të mbrojtur gjithë Evropën, domethënë Kulla jam dakord, Kulla po ndërpres se nuk e kuptova ndoshta pyetjen time. Tjetër gjë kjo që thua ti, tjetër gjë pyetja ime. Unë të thash, me logjik, në qoftë se Kina është interesuar dhe do të mbështesi Iranin sepse ka hallin e naftës dhe të gazit. Më dëgjon? Kjo gjë nuk është se është interes të Rusisë, dua të them. Rusia në një farë mënyre humbet gjysmën e fitimit që e ka tani nga Irani, është kaq e thjeshtë. Pra, pse Rusia do kishte interes që Kina të lidhej dhe me Iranin, ndërkohë që Rusia do kishte Kinën klientin e saj kryesor. Kjo është pyetja ime. Pra, e kupton që ka përplasje interesash dhe midis Rusisë dhe Kinës, nëse kjo ndodh? Po, sigurisht që ka përplasje interesash dhe midis Rusisë dhe Kinës. Po këtë po them pra. Sigurisht që ka, por ato nuk janë sot, ato janë në një të ardhme, në një të ardhme të mesatare, ndërkohë edhe të largët. Ndërkohë sot për sot, këto 3 vende janë të lidhura dhe tentativa e presidentit Trump për të bërë një paqe në Ukrainë, synonte pikërisht çarjen për të pasur edhe një marrëveshje me Iranin për çështjen bërthamore, synonte pikërisht çarjen e BRICS-it. Kjo gjë. Në një luftë të drejtë për drejtë të perëndimit me Iranin, BRICS-i unifikohet në anën tjetër dhe BRICS-i nuk do jetë më vetëm një aleancë politike dhe ekonomike, por edhe aleancë ushtarake. Mos më lëviz Kulla, të ikim bëjmë një xhiro Andorelan dhe do rikthehemi sërish. Ja ku jemi, hajde Ledio. Ma jep dhe Kullën të lutem, më jep dhe live-in, nuk ka bombardime për momentin apo jo në Izrael. Mbase s'do ketë sa të jemi ne këtu në të studio, po mund të ketë gjatë natës, siç ka pas to 5 ditët që ne i kemë përjetuar live. Ja ku është Kulla. Kulla, pra tani u kuptua shkaku i kësaj luftës, pak të që na thuaj zyrtarisht. Kulla është që Irani ishte shumë afër prodhimit të bombës bërthamore, askush nuk e do këtë gjë, dhe Izraeli, se dhe thuash, filloi sulmet 5 ditë më parë, pikërisht për të parandaluar këtë gjë. Trumpi tani nuk dihet ç'po bën Kulla. Iku nga gështata si shtam, ende nuk dim gjë. Thanë e dim ku ndodhet ai Khomeini, Ayatollahu. Dhe mund ta vrasim, Khomeini, po nuk do ta vrasim. Khamenei, jo Khomeini. Khamenei, po se ngatrova. Paraardhës. Khamenei, po. E dim ku ndodhet, tha. Mund ta vrasim, po nuk do ta bëjmë. Tani ç'a pritet Kulla? Gjithë bota i ka syt nga Trumpi në këto momente. Ti sipas teje, nga të dhënat që ke vlla, ç'a do bëjnë amerikanët në këtë rast? Unë nuk shoh që Izraeli të rriqet.
Nuk ka arsye të rriqet. Tani, ti ke kapur pikën thelbin e kësaj gjëje. Palët, në rastin konkret dhe Izraeli dhe Irani kanë hyrë në një konflikt ku nuk kanë llogaritur atë që quhet si strategji e daljes, exit strategy. S'ka pikthese pra. Kur nuk ke llogaritur strategjinë e daljes, nuk ke as llogaritur se si do dalesh. Ndaj parashihet hyrja e Amerikës nga një anë dhe aleatëve të Iranit në anën tjetër. Por në një kohë ne duhet shohim edhe ato gjëra që, siç thua ti, nuk na thuhen. Nuk na thon, po pra. Prej 5 ditësh nuk flitet më për bombardimet në Gaza. Nuk kam asnjë lloj proteste në Perëndim ose nga qeveritë perëndimore përfshirë ato europiane, të cilët në një moment caktuar e quanin edhe vetë Netanyahu kriminal pasi është me urdhër arresti ndërkombëtar për krime kundër njerëzimit në Gaza, apo në anën tjetër edhe ai populariteti i rënë i klerikëve në Iran që u dëshmua me zgjedhjen e një presidenti që nuk ishte i mbështetur nga ta, pra me diferencën 70 me 30, duket se palët në pikpamjen e brendshme politike janë unifikuar dhe Izraeli ka mbritur atë që i duhet nga pikpamja ndërkombëtare, unifikimin e Perëndimit pro-Izraelit. Në këtë pikpamje ne kemi disa rezultate politike të luftës cilët nuk janë indiferente. Çështja është çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kulla lajmi i fundit nga New York Timesi. Lajmi i fundit tani nga New York Timesi, 2 zyrtarë amerikan, sapo është deleruar tani ky lajm. 2 zyrtarë amerikan thonë se vendi do të sulmonte bazë amerikane në lindjen e mesme, duke filluar me ato, 2 zyrtarë iranianë, se ngatrova kulla, ndjes. 2 zyrtarë iranianë thonë se vendi do të sulmonte bazë amerikane në lindjen e mesme, duke filluar me ato në Irak, nëse SBA do të bashkoheshin me luftën e Izraelit. Zyrtarë të tjerë thanë se në rast të një sulmi, Irani mund të fillojë të minojë ngushticën e Hormuzit. New York Times. Nuk ka nevojë ti thot New York Times, si çan se i kam thënë përpara dhe ta thash edhe më përpara këtë gjë. Sigur ta dija. Do ma thoshe këtë gjë. Dhe bllokimi i ngushticës së Hormuzit do të ishte një gjë logjike nëse do të kishte një luftë pikërisht rajonale, pikërisht sepse gjysma e ngushticës së Hormuzit kontrollohet pikërisht nga Irani dhe aty ndodhet fuqia më e madhe e prodhimit naftës që është Arabia Saudite. Aty ndodhet fuqia më e madhe e prodhimit gazit që është Irani dhe Katari, aty ndodhet Kuwaiti që është gjithashtu një fuqi e madhe e prodhimit naftës, aty ndodhet Iraku që është edhe fuqi prodhimi naftës dhe fuqi prodhimi gazi, edhe Bahreini, kështu që 20% e hidrokarbureve të botës prodhohen aty dhe në atë moment do të kishim përveç luftës politike dhe një luftë ekonomike. Që më lejo të them që unë fillova të bëj analizën ekonomike të kësaj lufte në fillim të emisionit, po pastaj më ndërpreve, po unë po them që shtylla e parë e sigurisë ndërkombëtare është ekonomia. Dhe gjitha këto palë nuk kanë hyrë aty as për ideologji, edhe as për demokraci, edhe as për drejtat njerëzit, por aty kanë hyrë vetëm për raporte force dhe për interesa ekonomike. Jemi dakord me këto? Totalisht. Bileti këtë e ka thënë gjithmonë. Atëherë nuk mund të ketë asnjë lloj hapi tjetër pa bërë llogaritë ekonomike dhe të përfshirjes ekonomike në këtë gjë. Dhe me qëra fjala. Unë mendoj që një homologu jot sot në javës që vjen ne do kemi një marrëveshje për armëpushim dhe do kemi një lloj, le të themi, situatë të ngrirë paqe, ose me zgjerimin e konfliktit ne pastaj shkojmë drejt luftës botërore që ti e ke shënuar aty, por më lejo të them që nga 2020 e këtej, kur Kina shpërndau Covidin mbar botën, me tërheqjen e Amerikës dhe të Perëndimit nga Afganistani pon 2020, me luftën në Ukrainë, me 7 tetorin në Gaza, ku unë të kujtohet, kam thënë atëherë në emision që do ta shohim kur të përfshihet Irani drejt për drejt. Si deri tani Irani nuk është përfshirë drejt për drejt, dhe tani në luftën e drejt për drejt Iran-Izrael, unë po mendoj që kemi filluar të shohim një nga një gjithë ato etapat e asaj që mund ta quajmë një luftë globale nëse nuk do ta quajmë luftë botërore. Por jemi akoma në nxemje, sepse nëse do të përdoren armët bërthamore, pastaj ajo është histori tjetër. Kulla, një homologu jot, e quaj unë, kam unë qef të quaj homolog, se nuk ka lidhje, po
është një analizë që merret me geostrategji, me geopolitik, po më shumë me pjesë ushtarake. Është dhe mason përveç tjerave, një personalitet shumë i njohur në Francë, personalitet publik me emrin Alain Bauer, po shpjegonte sot, para se 2 minuta në emision, që dëshira mund të jetë e madhe dhe interesa mund të jetë të mëdha të disa fuqive për ta mbyllur, sigurisht fuqive që janë me ose më mirë të Irani për ta mbyllur ngushticën e Hormuzit, por sipas ti kullate dua të pyes je dakord me të apo jo, kështu në distancë. Sipas ti do kishin pamundur iranianët ta mbyllnin këtë ngushticë sepse atje ka një përqendrim të madh të flotës amerikane dhe jo vetëm. Pra është e pamundur që iranianët ta mbyllin atë ngushticë. Dhe ai nuk e di pse përmendte Omanin. Thoshte më shumë gjëja ndodh në Oman. Sepse në Oman ndodhet një bazë britanike, por ajo është në pjesën e jashtme të kanalit të Hormuzit. Dhe amerikanët, po unë ta thash në fillim të emisionit, po e zhvendosin flotën nga Azia, nga pajsori, nga deti jugor i Kinës dhe nga oqeani pajsor drejt Gjirit Persik, po deri në zhvendosin e flotës do të thotë që do duhen rreth 2 javë. Dhe nëse ne do të kishim tani një mbyllje të kanalit të Hormuzit, ne do të kishim çmendjen e tregjeve që ashtu kështu janë çmendur pa e mbyllur kanalin e Hormuzit. Por një të gjë duhet shohim edhe çfarë reagimi do të kenë vendet e OPEC-ut. Pasi unë deri tani vendet e OPEC-ut i shoh shumë të kënaqura që çmimet e hidrokarbureve po rriten në tregje ndërkombëtare, nuk shoh asnjë të mërzitur në Arabi Saudite apo në vendet e tjera të OPEC-ut, pasi s'duam ne që nga hyrja e Amerikës në Irak në 2003 e deri në ditën e sotshme, çdo luftë e re që ka ndodhur ose një vend që ka shumë gaz, ose një vend që ka shumë naftë, ose që i ka të dyja, dhe të gjitha efektet e tjera të tregjeve, energji elektrike, drithra, armatime e tjera, gjitha bursat ndërkombëtare janë të çmendur dhe ato vende të cilat janë të pasura me lëndë të para janë pasuruar dhe këtë dëshmon më mirë se gjithë Arabia Saudite, por edhe Rusia, e cila ka 3 vjet e gjysmë luftë dhe në vend që të dobësohet ekonomikisht, forcohet pikërisht për shkak të kësaj gjë. Okej, para se të bëj prapë pyetjen kur do të hyjë SBA sipas teje Kulla, kam një pyetje tjetër. Rusia, të lutem Kulla, çfarë interesash ka në këtë histori, në këtë luftë? Për shembull, në Iran, korridori transportit internacional veri-jug nga Rusia në Azerbajxhan, në Iran dhe në fund në Indi. A qëndron kjo sipas teje? Jo, Rusia ka 2 interesa të drejtë për drejta. 1, mos humbjen e një aleati kryesor të vetin në Azi që është Irani. 2, vazhdimin e mbajtjes të çmimeve të larta në tregje ndërkombëtare të naftës dhe të gazit. Dhe 3, zhvendosjen totale të vëmendjes nga Ukraina dhe mbylljen e luftës në Ukrainë me pa marrëveshje, pa gjë, me një aneksim të territorëve të cilat i ka marrë dhe vazhdon t'i marrë prej 3 vjet e gjysmë dhe ajo që thash që ka ndodhur në raport me Gazën, që prej 5 ditësh që askush nuk po merret më me konfliktin në Gaza apo ku diun në jug Libanit apo po duam edhe Yemenin, ajo gjë është edhe për Ukrainën. Jo më larg se sot është bombarduar në mënyrë të rëndë Kievi prap, ka patur rreth 50 vrarë dhe nuk merren më mediat ndërkombëtare me këtë gjë sepse të gjithë janë zhvendosur në konfliktin Izrael-Iran. Kulla, në këtë moment po flasim ne, lajm tjetër ky i fundit, Trumpi është duke folur në telefon me Bibi Netanyahu, me kryeministrin e Izraelit. Tani në këto momente. Çfarë janë duke thënë sipas teje Kulla? Më bën një interpretim kështu fantazist të bisedës tyre. Pra, që të ndihmoj pak, pyetja ime është kjo. Kush e kontrollon në këto momente njëri tjetrin? Trumpi kontrollon Netanyahun apo Netanyahu kontrollon Trumpin? Që ta bëjmë muhabetin pak më të thjeshtë për njerëzit që na shohin tani. Unë ta kam thënë gjithmonë që Izraeli nuk pyet shumë për SBA-n, kurse SBA është e kondicionuar dhe detyruar të mbajë Izraelin. Ndërkohë që tani janë në një marrëdhënie të vështirë dyja palët, sepse as Amerika nuk mund t'ia lejojë vetes humbjen e Izraelit, por edhe Izraeli nuk mund t'ia lejojë vetes ekonomikisht dhe ushtarakisht vazhdimin e luftës pa patur në krah Amerikën. Domethënë Izraeli është mundshëm të bëjë 1 javë luftë, 2 javë luftë, 3 javë luftë, edhe 1 muaj luftë. Po për më tepër Izraeli është i detyruar të ketë në anën e vet jo vetëm ushtrinë amerikane,
por edhe ekonominë amerikane. Më lejo të t'jap pak shifra çan. Ki parasysh që në sulmet që ka për Irani këto ditë, ka synuar goditjen dhe nxjerrjen jashtë funksionit të baterive Patriot me cilat është pajisur Izraeli prej kohëve të hershme. Dhe ka arritur çaj edhe sistemin mbrojtës stat, që është një sistem amerikan dhe që kushton 10 miliard euro, kushtojnë ato dy bateritë që është vendosur aty, pa llogaritur raketat me cilët ata dërgojnë për mbrojtjen. Kështu që vetëm ekonomikisht, nëse do të kishte një zhvendosje ushtarake të Amerikës drejt Izraelit në ditët në vijim, do duhet paktën një impenjim të paktën 100 miliard euro nga ana e Amerikës në mbrojtjet e Izraelit, pa llogaritur këtu impenjimin ekonomik dhe ushtarak të Amerikës në një luftë drejt për drejt me Iranin, që do të thotë shumë se aq, dhe pa llogaritur këtu edhe vendet e tjera anëtare aleate. Në njëjtën kohë duhet të shohim vlerësimin që ka për këtë që po ndodh edhe Turqia, që është një vend antar i NATO-s dhe aleat i Amerikës, edhe Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara. Sot presidenti i Emirateve ishte folur me presidentin e Iranit në një telefonat tani mbas dite, pikërisht duke i treguar solidaritetin. Pra, është shumë e komplikuar se sa ajo që duket. Nuk është problemi kush e ka në kontroll njërin apo tjetrin, problemi është sa të ndërvarur janë njëri nga tjetri. Dhe unë mendoj që në këtë moment të dyja vendet janë shumë të ndërvarura nga njëra tjetër dhe o do duhet të kenë një strategji dalje që unë mendoj që Bibi Netanyahu nuk e ka në momentin që është futur, ose pastaj do të ndodhi ajo që Kina do të dëshironte, pra përfshirjen e thellë të Amerikës në një luftë e cila do të kthehej në një luftë gërryse. Pavarësisht se në momentin numër 1 unë shoh vetëm mundësi që Amerika të impenjohet vetëm në bombardime brenda Iranit, jo më shumë. Po nëse do të kishte një luftë më të gjerë, kjo është e gati e tërësisht e mundshme që kjo luftë të kthehet të zgjerohet në një luftë botërore. Ajo që unë shoh sot është mundësia totale e përfshirjes të diplomacisë, që mund të jetë edhe kjo që është duke diskutuar Bibi Netanyahu me presidentin Trump, e diplomacisë nëpërmjet vendeve të treta, në mënyrë që të kemi të paktën një tërheqje nga të dyja palët. Por në një formë ose një tjetër ne duhet të pranojmë që edhe Perëndimi është në pozitë vështirë nga një anë, sepse do t'i duhet të ulë Rusinë në tavolinën në tryezën e paqebërësit, duke qenë që është aleati kryesor ose një nga dy aleatët kryesor të Iranit, dhe kjo gjë do ta rikthente Rusinë në tryezën e diplomacisë ndërkombëtare, pavarësisht asaj që Rusia ka bërë në 3 vite e gjysmë të fundit në Ukrainë, apo konfliktit politik dhe diplomatik që Rusia ka me Perëndimin për shkak të Ukrainës. Tjetër lajm i fundit kullat, televizioni shtetëror iranian thosë se sonte do të ndodhë një surprizë e madhe, një që bota do ta kujtojë për shekuj me radhë. Shiko Çani, ne jetojmë në një epokë goxha të vështirë dhe të mbytur nga propaganda. Duhet të thënë që Izraeli ka goditur në mënyrë suksesshme dhe ka neutralizuar dhe ka nxjerrë jashtë përdorimit gati gjithë zinxhirin komandues të Iranit në ditët e fundit, dhe Irani ka nevojë që të tregoj akte force dhe ka treguar akte force jo indiferente, jo të vogla me sulmet raketore. Po kjo nuk heq faktin që Irani ka patur disfata të mëdha në javën e fundit. Gjë që do t'i duhet që ata të bëjnë një veprim për të treguar pikërisht të gjë, po kjo është më shumë për aspektin propagandistik. Ndërkohë unë mendoj që palët më shumë se sa goditje spektakolare do duhet të thellohen atë që është vazhdimi një lufte afatgjatë, e cila do t'i gërryjnë të dyja vendet në mënyrë të veçantë popullsinë civile, por nga një anë kemi një vend të madh me 100 milion banor, dhe në anën tjetër kemi një vend vogël i cili ka mbrapa gjithë Perëndimin. Kullam, një miku jon thot, nëse SBA futet në luftë, Irani do ta minoj Hormuzin. Trupat amerikane do izolohen brenda, ky është plani i Iranit. Je dakord apo jo? E pamundur. E pamundur thua ti. Ki parasysh që amerikanët kanë sot
në ndërtëset bërthamore më të fuqishme në botë. Amerikanët dhe rusët mund të fillojnë një luftë bërthamore me ndërtëse bërthamore, gjë që se ka parë asnjëherë bota dhe mund të kishin fillimin e luftës së tretë botërore pikërisht nga ndërtëset bërthamore që binë në mina. Nuk është e mundur. Ai kanali është në kontrollin. Irani mund ta zërë dhe ta bllokojë në ngushticën e Hormuzit dhe të bëjë luftë në ngushticën e Hormuzit, po që ta minojë pa prezencë e tjerë është e pamundur. Kullam, ndërkohë, do u shërgosh një gjithë lutem? Po, Çmimi i lëndëve të para, nafta dhe gazi, çfarë ndodh nëse bllokohet ngushtica e Hormuzit? Për shembull, sa paguhet sot në Shqipëri? Sa është çmimi i naftës dhe i gazit, i naftës dhe i benzinës, le të themi? Është 1.7, 2 sa. Nuk shihet ashtu. Shqipëria nuk bën test sepse është një treg i vogël, po shihet në rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, pra në bursa, dhe shihet çfarë do të ndodhi me kompanitë, pra me kompanitë e mëdha financiare në bursa, pra me spekulimet e mëdha financiare dhe me bursat e mëdha. Bursat e mëdha ndodhen në Hong Kong, ndodhen në Frankfurt, ndodhen në New York, ndodhen Nëse unë them që ti flasim dhe pak publikut shqiptar, e kupton? Dakord jam me këtë, po ti flasim publiku shqiptar ta që përdorin makina, duhet të them edhe industrinë që ju duhet nafta e benzina këto. Industrinë skemi që duhet nafta, po nafta në nafta dhe benzina normal që nëse do kishte një dyfishim të çmimit në tregjet ndërkombëtare, sigurisht do ishte edhe në Shqipëri dhe nuk është ndonjë gjë e madhe. Po ta llogarisësh që njerëzit do esnin këmbë dhe do merrnin ajër të pasur dhe nuk do rrezikoheshin nga armët bërthamore, prap mirë është, po është ajo çfarë do ndodhi nëse përdoren armët bërthamore. Aty flitet për si do sigurohen rezervat e ujit, si do sigurohen rezervat ushqimore, ndërkohë që njerëzit sot kanë hallin se ku do bëjnë pushimet. E di çam kujton kjo situatë çam? Në vitin 1943 kur në frontin e Libis dhe të Egjiptit dhe të Tunizisë përplaseshin Anglo Amerikanët janë ndërkohë në Liban, kërcet saksi dhe predat fluturojnë lart. Në Beirut janë këtu apo në Beirut? Dhe sakt, po sulmohet Izraeli tani. Ishte para disa ditësh. Janë predat që kalojnë nga Libani në veri të Izraelit. Ishte para disa ditësh. Në atë kohë në Palermo, në Siçili, ndërkohë që bëhej lufta në frontin e Hammametit dhe u krijua, domethënë, ajo disfata më e madhe e ushtrisë gjermane me Romelin dhe ushtrisë italiane, në Palermo, në Siçili, njerëzit ishin plazh dhe kishin hallë se ku do bënin pushimet, kështu që ajo që më thua ti mua me njerëzit, varet njerëzit se çfarë duan të shohin, domethënë. Halle kjo dynja, halli nuk e ngjan. Qartë, Kullam. Një pyetje tjetër nga një tjetër mik. Për Kullën, nëse SBA nuk eliminoi dot Huthët me aviacionin, thot. Si do mund me aviacion pa hyrë, si do mund Irani me aviacion pa hyrë me ushtarët në Iran? Është e pamundur të hyrë me ushtarë sepse do të kërkonte një impenjim paktën për 2-3 milion ushtarësh, por do mund me bombat strategjike të godiste centralet bërthamore dhe të nxirrte jashtë funksionit centralet bërthamore. Gjë që do të kërkonte edhe ajo do të ishte një luftë dhe një zgjerim lufte, por që do të lindte prap hapësirë për negociatat më teshme. Kurse lufta me trupa është një luftë. Shikon, unë nuk e besoj që Amerikanët futen më në luftë me trupa në atë zonë në mënyrë të veçantë pas asaj që ndodhi me Afganistanin. Mendoj që gjithsesi javës që vjen ne do të kemi palë cilat negociojnë në tavolinat të dyta dhe treta drejt një tërheqje nga konflikti drejt për drejt, pra ka një hapësirë të madhe për paqe. Por nëse do të kemi javën që vjen vazhdimin e luftës, atëherë dhe përfshirjen amerikanëve në luftë, atëherë unë mendoj që lufta do zgjerohet dhe mundësia për një luftë globale është shumë e madhe. Do mbrin copat e predhave deri në Shqipëri, thua Kulla? Ka shumë njerëz që janë friksuar, ë? Po, mos u bëj merak, nuk mbrin as në plazhin e Dërmiut as Palasës. Nëse mbrin atje në vend tjetër, thua, në Mandë, atje te kamp. Pra nga Palasa janë sigur, thua Kulla. Nëse ti do dojë që të mbrinin andej, po. Jo, unë s'dua të mbrin andej, se shkoj dhe unë andej ndonjëherë.
Do të thënë, unë u shkoj në palas, shkoj më brënda akoma, më këtej, po çon si ka. Një byt vend është ky, e kupton? Mosu, do të thënë nëse do kishte një konflikt zgjeruar, s'do ketë vendi mund ndaj konfliktit, po nuk mendoj drejt. O Gulla, me arshemëri, se unë nuk e them dot se është amerikan, një analist i njohur amerikan, thot, ja mbaruam, pse mos i ndërtojmë prap iranianët, thot, pasi shkatrohen, thot, po ata i bëjmë prap, përse duhet i bijem? Këto, e ka fjalët për këto nuklearet. Përse duhet i shkatrojmë, thot, kur ata mund ndërtojmë prap? Si duket? Çështja Çani tani nuk është më ç'do bëjnë iranianët me bërthamorin. Pas kësaj gjë që bëri Izraeli, çështja është ç'do bëjnë fuqitë e tjera që duan të ndërtojnë bërthamorin. Pra çështja është ç'do bëj Arabia Saudite dhe ç'do bëjnë vendet e tjera, ç'do bëj Gjermania, ç'do bëj Turqia që do armë bërthamore, sepse ata thonë atëherë duhet arma bërthamore që mos na sulmojnë, se ndryshe mund të përfundojmë si Irani që t'i sulmojnë. Kështu që mbas kësaj ngjarje do duhet që të ketë një rirregullim botror në raport me rregullat botërore të energjisë bërthamore dhe të armëve bërthamore, pasi unë shoh që kjo ngjarje do të bëjë që të gjitha fuqitë e mesme të kërkojnë të bëjnë ato që ka bërë Korea e Veriut, që të prodhojnë armët bërthamore si mënyrë mbrojtje, pasi u pa që nëse s'ka armë bërthamore, dikush një ditë bukur mund të sulmoj, siç e sulmoi Izraeli Iranin, dhe thotë që unë po sulmoj se nuk duhet që të le ty që të prodhosh armë bërthamore, kështu që është shumë më e komplikuar se aq. Unë mendoj Çani që jemi përballë, po jetojmë kohë shumë interesante dhe po jetojmë kohë të mëdha. Por duhet kuptojmë që kush është duke çdo veprim ka një kundërveprim, është rregulli i natyrës. Kulla, 2 pyetjet e fundit, po sa më shkurt, lutem se kemi kalu kohën. Kush është duke përfituar nga kjo që po ndodh në momente midis Izraelit dhe Iranit? Kush po përfiton nga kjo luftë? Po përfiton Çani, sigurisht po përfiton politikisht Netanyahu brenda vendit vet. Po? Dhe Izraeli pasi e ka unifikuar faktorin ndërkombëtar perëndimor, i cili ishte përçarë dhe ishte kthyer shumë kundra Izraelit për shkak të Gazës, po përfiton Kina. Po duam po përfiton Rusia, e cila ka hequr vëmendje nga Ukraina dhe po kthehet. Kishte goditur prapë Rusia në Ukrainë, kishte bërë një goditje prapë sot. Rusia në Ukrainë. Dhe po përfitojnë të gjitha vendet që kanë lënë të para dhe po shohin që çmimet javën e fundit janë rritur me 20-30% dhe po fitojnë shumë para çan. Është pak duket pak tallse kjo që them unë, çështja e tregjeve dhe parave, por në fundit duhet të kuptojmë që ky është realitet. Dhe Gulla, para sa mbyllim, më thuaj gjithë lutem. Si shpjegohet më zotëri? Një vend me 9 milion banor, si Izraeli, shkon dhe hyn në luftë me një vend me 90 milion banor si Irani. A mund të më shpjegosh si shpjegohet, a mund të më thuash ç'është kjo çmenduri vëlla? Si mund ndodhi kjo? Se kjo është një gjë e pa, është mbi njerëzore kjo vëlla. Sepse Izraeli është një fuqi bërthamore që ka aleatët me fuqi bërthamore. Vetëm kjo është arsye Gulla, se unë mendoj është një fuqi ushtarake që ka aleatët me fuqi ushtarake. Sepse Izraeli është një vend që ka provuar të krijohet nga lufta dhe ka provuar të gati të zhduket si popull nga lufta e dytë botërore. Domethënë, ajo që nuk të vret të bën më të fortë. Duhet kuptojmë që Izraeli është një shembull se si mund të ndërtohet një shtet nga hiçi dhe të kthehet në një shtet fort, por duhet një dashuri shumë e madhe për atë shtet, për atë vend dhe për popullin tënd, gjë që duke filluar nga ne të parët nuk e kemi, domethënë. Kështu që Izraeli është një shembull për këtë gjë dhe tregon ç'a ndodh. Sigurisht që tani u bë shumë. Izraeli ky është fronti i 7 që ka në të njëjtën kohë hapur. Është e pamundur për shtetet e tjera që të ketë, por mos harrojmë që Izraeli është i aftë që të thras 300.000 trupa rezerviste në një javë dhe ata të mblidhen të vinë nga gjithë anët e botës dhe të luftojnë për Izraelin, pavarësisht se ata jetojnë për shembull në Poloni, në Amerika, ku diun vende të tjera. Qartë. Kulla, mund ta dim, do jesh në Tiranë këtë javë apo nuk do jesh fare këtë javë në Tiranë, që ta dim. Javës tjetër do jem te ty në studio, pa merak. Okej. Kulla, falenderoj jashtëmase. Sot audienca ka kaluar
Në rekordet pa parë nuk po i them shifrat për mos na ngrënë me sy, po të falenderoj shumë. Faleminderit ty dhe gjithë atyre që na shohin. Mirupafshim kulla. Natën. Natën. Kështu mbaron dhe ky emision për sonte Lediot, të nderuar zonja zotrinj. Ora është 23:07 minuta. Ne do takohemi sërish nesër në orën 22:00, ku do të jetë në studio sigurisht Ermir Gjinishi për të vazhduar episodin tjetër, sepse lufta nuk beso se mbaroj tani që mbarova unë me Kullën, do vazhdoj dhe nesër, do kemi të reja. Takohemi pra nesër në orën 10:00 të darkës me Ermir Gjinishin për këtë histori. Ndërkohë të gjithë ju që s'doni dini fare se çfarë po ndodh për botë dhe keni valixhet gati, keni mbyllur dhe po thoni ku të ikim, ku. Siç kam thënë gjithmonë, se mos të kohë të turbulla, mos shkoni shumë afër fuqive të mëdha, shkojnë në vende nuk dëgjojnë shumë, në vende të vogla. Kosova është më afër se kur. Mjafton të hipësh autobusin dhe po s'ke makinë dhe mbrite. Një vend normal ku zgjedhjet ndodhin rregullisht dhe nuk vidhen. Mirupafshim toksor.